Mirëmëngjes. Është data 31. Ne pa bëhemi gati, do nisemi për rrugë në Malë të Zi, në Podgoricë, ku do kalojmë vitin e ri, kemi vendosur të festojmë. Do t'ju updateojmë për gjithë kustimin. Se do ndodhin gjithmonë këto gjëra, pse sa hyper në taksi, si do të shkoj të krijem, s'pëllova që kam harruar për të folin. Në vizë me vrap tani po vi prap që ta marrë. Në mendoj që bushlim nuk e thaj që më nxitet me mua. Më vërtet pak hata utaqe, harraqe. Por ne gratë bëjmë 100 milion gjëra për ndaj. Okej? Daddy to talk, I want Daddy to talk. Daddy, I want you to talk. I want my daddy right now. And when I say he needs to come, I did want my dad. I want my daddy, I want my daddy. I want my daddy. Daddy, please come. Daddy, please come. Daddy, please come. Tamara, kjo është shumë pa drejtësi, Amara. Që ju të dy bëni me hile. Sa po zbulova që gjithë të herë që unë jam rrahur në hunë dhe Amara ka fituar sepse Tomi e ndihmon që të fitoj. Kjo është shumë pa drejtësi. Mirë, ti e shikon letrën e marrë? Jo, ndonjë vetëm kur më kthejmë kështu ndonjëherë ja shikoj. Po, unë nuk e shikoj, unë nuk e ndikoj lojën time nga letrat e Amarës. Po ti ku e di që unë ndikoj lojën time nga letrat e Amarës? Lexove mendje? Sa po e tha, Amara vetë tha. Çfarë tha? Amara vetë tha që bab shikon letrat mua dhe hedh ato letra që unë kam më shumë që të ndihmoj mua. Ajo e shpjegoi shumë mirë. Ka rastisur që ka qenë letra e Amarës që u vërtetua tani? Tomi, është e vërtetë që bën aleancë me Amarën kundër meje? Po dhe është e vërtetë që bëj aleancë. Po këtë gjë po e them që ta dëgjoj edhe Amara dhe që është shumë e rëndësishme të dish të bësh aleanca. Dhe thelbi i këtyre lojrave ky është. E kupton? Që të bësh aleanca dhe jo gjithmonë aleanca bëhen me ato që i ke qef. Aleanca bëhen dhe me ata që i ke inat. Mos po më regjistron kjo? Po, do të regjistroj, do të përfundosh në YouTube. Në videon time të radhës, por këto ishin mendime shumë të mençura. Unë ta kthej kamerën fytyrë kë regjistron pa letë. Unë kam kamerën këtu. Unë nuk e kam publikuar akoma. Unë regjistroj dhe pastaj do marr miratimin tënd për ta publikuar ose jo. Faleminderit për me kuptimin. Dalesa parë, normalisht që do pim kafen. Jemi që se do të dalësh në videon që do bëhet për në YouTube, mund të dalësh sepse e bësh shumë bukur. Kjo është dashuria ime, që nuk del shumë, por tani do filloj të dalë më shumë. Ha? Se bësh shumë e bukur. Ha? Është lirë, është shumë e bukur. Ose të gjithë më thonë mua që Amarës dhe ngjaj shumë. Edhe që duhet të jem edhe unë kaq e bukur. Po t'jem edhe unë e bërë, do isha e bukur. Për shaka se nga të mojë, gjithë nga që ka bërë hundën. Nga dhe i them ti e bërë, por unë ka bërë hundën. Po ti ke trupin, nuk kam fytyrën, kështu që... Po, kompensohen. Ti ke edhe... Nuk i kam të bëra. Jo, nuk e ka të bëra. Jam live apo jo? Jo, nuk e live, po do jesh në YouTube, si që thash, në video në YouTube. Pra, tani po vi me... Të të bëjtë gjithë si vetja, do të prish gjithë familjen, do të nxjerrë në YouTube, do të bëjmë një familje Kardashian, familja Mustaf, nuk po e të ndihemi në tjerët, sepse ti prish punë kot. Sa po ngritëm në Podgoricë, në Hotel Villa, në Shera Park. Dhe përshtypjet e para janë super. Kjo është babysitteri që kemi marrë me vete. Që më banë fëmijët. Okej, ti do dalësh në YouTube si një motër rrugaçe. Zemër, pse, çka ke? Po gjë për në YouTube.
përzëroj çdo gjë për në YouTube. Por zhëron. E marrë dorë? Ja pra po marrë ndyro. Mbreti, e morë dorën direkt. Po ti, mbreti parkoi. Ja, kumbërit të më në fundë dhëm. Nice room. I lash jashtë atë. Ma pëlqen. E lash familjen jashtë. Aty të rine. Aty të rine. A marrë dhe bojnë nënën. Dhe bojnë nënën se mamë po bën video për YouTube. Është e zemë. Turn up the bass and make them all have fun. Skrillex ablaze the fire, make it fun. Then we must up the bass, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. Erdhi momenti më i vështirë për mua. E kam thënë shpesh herë që urrej të bëj make-upin. Nuk di të bëj make-upin. Flove e gjeta Dermani se u krejt faqe në orën 9 te Gloreli para se të nisesha. Make-upin nuk e bëja dot që në orën 9. Kështu që jam e detyruar të sajohem vetë për make-upin, kulem këtu, do të flas. Ka marrë sa gjëra me vetë. Okej. Që këtu e kuptuam sa e dështuar që jam. Çfarë ka marrë me vete? As nuk e di se çfarë ka marrë me vete, ja të zbuloj një nga një të gjitha. Atëherë. O jo, fuck. Më falni. Përfundimisht unë nuk bëhem, unë nuk do bëhem ndonjëherë. S'ka marruar sungjerin. Ka marrë gjithë smurqet, po ka marruar sungjerin e fytyrës. Unë nuk kam vlerë se unë e lyej pas fytyrën edhe me dorë. Në përgjithësi lyej me dorë, më koha me të vjetrën, që kam qepë fytyrën të lyej me dorë, po si të bëj për primerin. Gjithi do të jo. Po, ka jo, që se më i mirë se më marrë këtë punë. Nëse, edhe me hequr syze sepse më ka ndodhur shpesh që jam lyer duke pasur syze të vëna. Kam marrë make-upin. Ups. Do të kisha një dhe mustaqet. Po të një shumë në të bërë këtë, kështu që letrim mustaqet. Le ta presim vitin e ri. Mustaqe. Tam që është patë. Ose e shpikon këtë. Që ku me pës njerës të darka, hello Lora! Vërdet, themi, sigur, po për musku, ti po mustaqe, pëse kene mustaqe, dhe kam, tam që është patë, të ndaj. Duhet t'jesh realisht, shumë të thash. Të kesh kaq shumë vite që lyhesh nga persona shumë të zotë që merren me kujdesin tënd për daljet në ekran, për eventet në ndryshme, për evenimentet, vetëm mos kesh mësuar asgjë nga kjo, po asgjë fare, vazhdosh të jesh në trant sa i përket make-upit, vetëm Aulona Musta mund ta bëjë këtë gjë. E këtë princesha ime. Amor e ka për make-upin më mirë se sa mua. Babi ka diçka për më thënë? Edhe pra?
Dua të më qëllë puri që më bëjt prapë në video në base të vakotër. Se pasaj më vërtet dhe më akuzon që jam prandaj se e ke mundin të ato gjërat në telefon se ndohen tragedi të tilla. Siç është bia e kotës. Bo, Are you okay? yes. Okay. Jo, si më shumë për i të të ndikë. Gjithsesi, unë mendoj që rezultati përfundimtar nuk është aq keq. A? Si thoni ju? Ndjen pak sa krenare për vetë. Ja to, że nie chodzę. Sarajda,